çfarë duhet të dimë mbi tarifat e reja dhe ndikimin e tyre tek biznesi dhe tek konsumatorët amerikanë. Tarifat për cilat presidenti Trump kishte kërcënuar prej kohësh shyn në fuqi, duke e shtytur vendin në një luftë tregtare me Kinën, Kanadan dhe Meksikën. Shtetet e Bashkuar vendosën të martën një tarifë për 25% në importet nga Kanada dhe Meksika, ndërsa të fishuan në 20% tarifat ndaj Kinës. Si përgjigje, 3 vendet njoftuan se do vendosin tarifa hakmarrëse. Ekspertët thonë se me të goditurit do të jenë konsumatorët dhe bizneset. Kompanitë të vogla të mëdha do përballen me kosto më të larta për mallat që blejnë nga vendet e tjera dhe nuk pritet të kenë shumë zgjidhje tjetër veç rritjes së çmimit. Për konsumatorët, tarifat e reja ka të ngjarë në kuptojnë çmime më të shtrenjta për çdo gjë nga makinat, pajisjet elektrike, artikujt e tjerë, nga ato të lira deri tek kushtueshme. Po kështu në rritje pritet të pësojnë dhe artikujt e jetës përditshme si benzina dhe ushqimet. Reagimi i Kanadas, Meksikës dhe Kinës. Kanada e Meksika dhe Kina njoftuan se do të vendosin tarifa ndaj shumë artikujve amerikanë si kundërpërgjigje. Kina njoftoi për vendosjen e tarifave deri në 150% për një gamë të gjerë prodhimesh bujqësore amerikane si mishi pulës, deri, viçit dhe soja. Po kështu Pekini zgjeroi numrin e kompanive amerikane që nënshtronin kontrollet e eksportit, si të vendosin një sër kufizimesh të tjera. Ndërkohë kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se gjatë 21 ditëve vendi do vendos tarifa ndaj produkteve amerikane me vlerën më shumë se $100 miliardë. Edhe presidentja meksikane Claudia Sheinbaum tha se vendi i saj do përgjigje me tarifa të veta hakmarrëse ndaj mallrave amerikane. Por ndryshe nga Kanada dhe Kina, ajo tha se nuk do njoftonte tarifa specifike deri të dielën. Një tregues këndoft tha se Meksika ende shpreson të ulë tensionet me Washingtonin. Të gjithë vendet e përfshira në tarifa të shohin një rënje të prodhimit të brendshëm bruto dhe rritje të çmimeve të konsumit në përgjithësi, tha Wendong Zhang, asistent profesor ekonomist në Universitetin Cornell. Kanada dhe Meksika do t'i vuajnë pasojat më shumë se Shtetet e Bashkuara për shkak të madhësisë ekonomisë amerikane dhe forcimit dollarit, shtoi zoti Zhang. Për Shtetet e Bashkuara, të gjithë tarifat e vendosura ndaj Kinës dhe Kanadas dhe Meksikës së bashku mund të rezultojnë në një rënje prej 0.4 të produktit të brendshëm bruto ose mbi $100 miliardë ai. Tarifat mund të jenë një të shkurtër nëse ekonomia amerikane dëmtohet, por presidenti Trump mund vendosë gjithashtu tarifa edhe për vende të tjera si India dhe vendet të BE-s, si dhe ndaj shumë artikujve si mikroprocesorët dhe banët. Presidenti amerikan ka injektuar një ndjesi paqëndrueshmërie pa parashikueshmëri në ekonominë botërore duke krijuar një ekuilibër që ka nxitur jo pak pikpyetje rreth asaj çka pritet të ndodhë. Ndikimi i tarifave tek bizneset amerikane, ajo që do ndjejnë ndikimin e tarifave do të jenë kompanitë prodhuese dhe shitësit me pakisë në një gamë të gjerë mallash. Tregtia ndërkombëtare është jashtëzakonisht e rëndësishme për biznesin dhe industrinë tonë, tha Corey Berry, drejtori ekzekutiv i kompanisë Best Buy, që shet pajisje elektronike për konsumatorët. Zinxhiri i furnizimit të artikujve elektronik është tejet global, teknik dhe kompleks. Kina dhe Meksika mbeten përkatësisht burimet 1 dhe 2 për pajisjet që ne shesim, shtoi ai. Targeti, një tjetër gjigant shitjes me pakicë, shënoi rënje të shitjeve dhe fitimeve gjatë sezonit të rëndësishëm të festave vitin e kaluar, ndërsa konsumatorët blenë më pak. Në takimin vjetor me investitorët të martën, drejtori ekzekutiv Brian Cornell tha se në fillim të vitit 2025 do të ketë presion domethënës mbi fitimet e kompanisë për shkak të tarifave dhe kostove të tjera. Tarifat ndaj Kinës mund të ndikojnë në një shumëllojshmëri madhësh konsumi, përfshirë telefonat celular, lodrat për familjes dhe veshjet që amerikanët blejnë çdo ditë. Disa kompani në përpjekje për të shtyrë apo zbutur ndikimin tek konsumatorët kanë blerë prej kohësh duke mbushur magazinat me artikuj të ndryshëm. Megjithatë, jo të gjitha mallrat mund të mbahen në magazin për një kohë të gjatë, madje disa artikuj të prodhuar në SBA mund të përmbahen përbërës plastik apo paketim të bërë në Kinë. Po kështu ndryshimet e mëdha të zinxhirit furnizimit janë të ndërlikuara dhe nuk mund të kryen lehtë. Kur bëhet fjalë për artikuj elektronik, ne presim që kompanitë furnizuese t'ia kalojnë një pjesë të kostos dhe tarifave shqitësve me pakicë, duke bërë të pashmangshme rritjen e çmimit për konsumatorët amerikanë, tha zoti Berry, në një kohë kur Shtetet e Bashkuara shpenzojnë me miliarda dollar për fruta dhe perimet importuar nga Meksika dhe Kanada çdo vit, konsumatorët duhet përballen me çmime shumë të larta shumë shpejt në dyqane. Tarifat e reja mund të rrisin çmimin e 1 kilës
me zalit, ujskit dhe pjeve të tjera alkolike të prodhuar në Meksik apo Kanada. Tarifat shtojnë një ngarkesë mendore për konsumatorë që duhet llogarisë shpenzimet krahas pensionit që kanë aktualisht për çmimet të larta, siç është ai i vezëve për shkak të gripit të shpendëve, shtoi Zhang. Ai shton se konsumatorët do duhet të ndjekin çdo ditë me kujdes çmimet për artikujt e përditshëm. Kjo gjë nuk është e qartë, por ka të ngjarë që produktet që goditen të parë do të jenë ato që nuk ekzistojnë gjatë në magazina. Gjatë muajit të fundit, tregtarët me pakicë mbështeten tek prodhimet bujqësore të importit, si fruta dhe perimet freskëta, por magazinimi i tyre afatgjatë nuk është një opsion. Zoti Connell shtoi se niveli me të cilin do të rriten çmimet varet nga mënyra se si do zhvillohen gjërat gjatë javëve në vijim. Gjërat po ndodhin shumë shpejt, tha zoti Connell. Ne ndjekim situatën me kujdes për të kuptuar a janë tarifat afatgjata apo masa afatshkurta, do shohim zhvillimet në vazhdim. Mendojnë se tani për tani që spekulojnë, ndaj do të dëgjojmë dhe mësojmë për të siguruar si mund të kontrollojmë atë dhe çfarë mund të kontrollojmë dhe natyrisht jo gjithçka.